OpenAI ka prezantuar ChatGPT Atlas, një shfletues të shumë pritur të internetit të mbështetur nga inteligjenca artificiale. Shfletuesi është krijuar rreth chatbotit të njohur ChatGPT dhe synon të sfidojë dominimin e Google Chrome. Ky prezantim shënon hapin më të fundit për të përfituar nga 800 milion përdorues aktiv çdo javë të ChatGPT. Kompania po zgjeron praninë e saj në shumë aspekte të jetës online të njerëzve, duke mbledhur të dhëna rreth sjelljes së tyre në shfletim. Shfletuesi i ri mund të përshpejtojë kalimin drejt një kërkimi të bazuar tek inteligjenca artificiale, pasi gjithnjë më shumë përdorues preferojnë mjete bisedore që përmbledhin informacionin në vend të rezultateve tradicionale me fjalë kyçe të Google. Atlas është pjesë e një tregu tashmë të mbushur me shfletues të ngjashëm të mbështetur nga teknologjia e re si Comet i Perplexity, Brave Browser dhe Neon i Operas, ndërsa kompanitë garojnë për të integruar mjete që përmbledhin faqe, plotësojnë formular dhe shkruajnë kode për të tërhequr përdoruesit. Atlasi lejon përdoruesit të hapin një panel ansor me ChatGPT në çdo faqe për të përmbledhur përmbajtje, për të krahasuar produkte ose analizuar të dhëna. Në modalitetin agent është aktualisht i disponueshëm vetëm për përdoruesin me pagesë. ChatGPT mund të ndërveprojë me faqe interneti në emër të përdoruesit, duke kryer detyra nga fillimi në fund, si kërkimi dhe blerja e biletave për një udhëtim. Gjatë një demonstrimi, zhvilluesit OpenAI treguan se si ChatGPT mund të gjente një recetë online dhe më pas të blinte automatikisht të gjitha përbërësit. Agenti navigoi në faqen e Instacart dhe shtoi në shport ushqimet e nevojshme, një detyrë që zgjati disa minuta. Shfletuesi është tashmë i disponueshëm në mbar botën për sistemin macOS. Shfletuesi tashmë është i disponueshëm në mbar botën për sistemin macOS të Apple, ndërsa versionet për Windows, iOS dhe Android do të dalin më vonë.